Mbi 1 kilometër rrugë lidhëse ndërmjet fshatrave Vukatan dhe Juban në njësinë administrative Gurizi janë amortizuar totalisht duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve dhe të banorëve. Pastrimi i kanaleve kulluese gjithashtu është ndërprerë në mes duke rrezikuar përmbytjen e tokave gjatë periudhave me rreshje. Për ne është bollë vështirë se myt na marrën për ditë. Për ditë, kjo zonë mytet marrën. Qyriqon pa kanalet. Flet vetëm i fjalë. Kjo tonë na përmytin. Tash 15 vjet ka bën kush asnjë lloj investimit. Investimi i molli kjo që kanë bërë para 7-8 vjeç. Po premtimet i kanë po sa i mojnë, kur vinë për në fushat. Vinë ai bojnë tona shtet për herë tjera. Për si herë se rrugsto. Jo, çiçe sa bukur kanë shtru. To ka bashku bashkia këtej. Lë. A bën dove se rrena. Rrena çdo gjë është. Me morët votën me punë vet. Nga amortizimi i këtij aksi preken mbi 500 banorë që jetojnë në dy anët e rrugës, ndërsa investimet në infrastrukturë kanë munguar prej vitesh. Ndërhyrja e fundit mallore ishte në rrugën lidhëse ndërmjet fshatit Vukatan dhe qendrës së njësisë administrative, aks që tashmë është drejt amortizimit.